Ministri në detyrë mbrojtjes Eyüp Maqedonci ka folur rreth dokumentit kornizë që pritet të nënshkruhet më 13 qershor midis Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili do të shërbejë si bazë për bashkëpunim të zgjeruar në fushën e mbrojtjes për periudhën 2025-2030, si dhe për forcimin e industrisë së mbrojtjes. Kjo është një marrëveshje historike për Republikën e Kosovës, ka deklaruar Maqedonci në një intervistë për mediat në Shqipëri, duke shtuar gjithashtu se një dokument i këtij niveli aktualisht ekziston vetëm në Republikën e Turqisë. Ne kemi shumë memorandume dhe marrëveshje të tjera me shumë vende të NATO-s, por këto dy marrëveshje përfshin një gamë të gjerë që mundson thellim dhe zgjerim të bashkëpunimit, ka potencuar ai, duke theksuar dy pika kyçe të marrëveshjes së re. E para është se përmes kësaj marrëveshjeje ne do të rrisim ndërveprueshmërinë e forcave ushtarake nëpërmjet ushtrimeve dhe trajnimeve, por edhe bashkëzbarkimeve për misione paqëruese në botë. Dhe e dyta është industria e mbrojtjes, një fushë e re e bashkëpunimit, e cila është jashtëzakonisht premtuese jo vetëm për ndërtimin e kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Kosovës, por edhe për zhvillimin ekonomik. Përndryshe, qeveria e Kosovës e miratoi në mars marrëveshjen e re me SBA-n, përmes së cilës të dyja palët angazhohen për avancimin e bashkëpunimit në fushat e planifikimit të mbrojtjes, qëndrueshmërisë strategjike dhe zhvillimit të kapaciteteve strategjike.